njëri që kishte vrarë dikë, domethënë ishte dënuar me 15 vjet sepse ai kishte pranuar akuzën qysh në takimin e parë. Nëse ky do të sillet mirë gjatë burgut, i shkon 10 vjet. Dhe vrasësi do të sillet i qetë. I zbritet deri në 3 muaj për çdo vit. Ashtu. Domethënë si çfarë ndodh domethënë. Ndërkohë që jeta ka ikur, ndërkohë që ky njeri mund vazhdojë prap krimin, Për këtë arsye sot në namazin e sabaut kur ishim në xhami, imami lexoi një ajet kuranor ku Zoti thotë, ekzekutimi i vrasësit është shkak që njerëzit të jetojnë në paqe dhe në siguri. Dhe merrem mend se kur ky ligj zbatohej ashtu siç duhet. Dhe merrem mend se kur me të vërtet vetëm ai vrasës, domethënë të ekzekutohej, sa mirë do të ishte. Do të qetësoheshin gjithë njerëzit. Unë kam të qartë sepse fusha e diskutimit është shumë gjë, po. Gjykimi, ekzekutimi me vrasje është hequr nga ligji. Njerëzit faktikisht nuk e pranojnë, natyra e njeriu nuk e pranon. Zotni, unë nuk mund të shoh vrasësin e babës tim të cilët në lagje. Unë nuk mund të shoh vrasësin e djalit tim të cilët në lagje. Kush po? Domethënë ideja është kemi të bëjmë me diçka që quhet natyrë njerëzore. Atëherë, për të prerë rrugën gjithë të këqijave, është ekzekutimi i vrasësit. Çfarë ndodh sot me njerëzit? Vrasësi është në burg. Vrasësi do dalin nga burgu. Njerëzit nuk presin dhe fillojnë hakmarrjet, fillojnë gjakmarrjet, zbatohen gjëra të tjera të cilat janë ndesh që bien ndesh absolutisht me natyrën e njeriu, bien ndesh me drejtësinë, siç është kanuni i lekës etj etj. Gjitha këto pse? Sepse nuk zbatohet një ligj shumë i thjeshtë. Vrasësi vritet. Dhe njerëzit do të binë qetësi, shpirtrat do të qetësohen, njerëzit do të jetojnë një jetë të mbar. Për shembull, rasti i atij personi që për një varse në fyt, për një varse, asaj gruas i mori jetën, ku në sy të fëmisë. Ky tani kishte dalë në gjykat, ky do ta pranoi mëkatin, thonjza, thotë jam penduar, nga 25 do të shkojë 12, edhe llogaritë që ky njeri sot është 22 vjeç për shembull, 30 vjeç del dhe jeton jetën e tij normale. Padrejtësi nuk është vetëm vrasje, padrejtësi a mund të konsiderohet dhe thashë themi, është goja jo, si themi ne, shkelja të drejtave.